Shumë udhëtar pyesin se cili është vendi më i sigurt në avion në rast të aksidenti. Studime të bazuara në statistika shumë vjeçare kanë analizuar mbijetesën mbi propozimin e ulëseve. Një studim i publikuar nga revista Time, i cili u mbështet në 35 vite të dhëna për rrëzime avionësh, tregoi se vendet më të sigurta janë ato në mesin në pjesën e pasme të avionit, me një normë vdekshmërie prej rreth 28%. Në të kundërt, vendet në pjesën qendrore pranë korridorit kishin shkallën më të lartë të vdekshmërisë prej 44%. Vendet pranë daljeve të emergjencës rezultuan gjithashtu veçanërisht të favorshme për mbijetesë, pasi mundësojnë evakuim më të shpejt, sidomos në raste zjarri apo tymi, siç ndodhi në një aksident në Indi, ku i vetmi mbijetuar ishte ulur pranë daljes emergjencës në Boeing 787. Sipas analizës, pjesa e pasme e avionit ka një vdekshmëri mesatare prej 32%, ajo e mesit me 39% dhe pjesa e përparme me 38%. Ndërkohë të dhënat tregojnë se pasagjerët që ndodhen brenda pjesës së rreshtave ka një dalje emergjence kanë më shumë gjasa të shpëtojnë. Megjithatë, ekspertët theksojnë se aksidentet ajrore janë tepër të rralla. Siguria rritet jo vetëm nga vendi uljes, por edhe nga ndjekja e udhëzimeve të ekuipazhit dhe njohja e procedurave të evakuimit. Si përfundim, për të rritur shanset për mbijetesë, këshillohet të zgjidhet vendet e mesme në pjesën e pasme, veçanërisht pranë daljeve të emergjencës.